Duke vijuar traditën shumë vjeçare të familjes, kandidatja për deputete e Partisë Socialiste Qarku Shkodër Gjenis Qela ka shtruar një iftar me gratë dhe vajzat shkodrane në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pjesë e tij u bën edhe prefektja e Qarku Shkodër Majlinda Angoni, si dhe kandidatët për deputete të listës së Partisë Socialiste. Muaji i lutjes, agjerimit dhe sakrificës është një moment që i bashkon jo vetëm besimtarët musliman, por të gjithë pa përjashtim rreth këtyre sofrave, ku ndahen mesazhe paqeje, bashkëpunimi dhe solidariteti. Qela zgjodhi këtë moment kur kemi hyrë në ditët e fundit të muajit të madhërueshëm dhe pritjes së festës së Fitër Bajramit për të ndarë me zonja shkodrane këto çashtë gëzimi që sjell sofra e iftarit. Faleminderit me gjitha zonjave, zonjushave që kanë pranuar që këtë iftar të kalojmë gjitha së bashku. Tashmë kjo për familjen tonë është kthy si traditë ndër vite. Uroj që ky muaj i begat të ketë sjell vetëm marrësi, fat, begati për ju dhe gjitha familjet tuaja. Sofra e iftarit është një moment i veçantë ku gratë dhe vajzat ndanë mes tyre vlerat që ka besimi, roli që merr ky muaj në jetën e çdo besimtari dhe rëndësinë që ka bashkëpunimi e solidariteti në shërbim të mirës së përbashkët. Duke i falendëruar pjesëmarrësit që u bashkuan kësaj mbrëmje, kandidatja Qela garantoi se për herë do të jetë një zë për çdo vajzë dhe grua shkodrane, duke punuar me ta për ta quar përpara një isman që i shërbejnë komunitetit.